Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës në dritë në oqean. Edhe mbrëmja sotme do të jetë tërësisht e fokusuar tek zhvillimet e politikës, tek zhvillimet më të fundit të saj, tek ajo që ka ndodhur në parlament, në seancën e së endes, por jo vetëm, duke parë dhe zhvillimet në tërësi të asaj çka pritet për të premtuar gjatë vitit 2012 apo dhe përtej këtij viti. Për të folur rreth këtyre zhvillimeve, unë kam sot në studio të ftuar deputetin e Partisë Socialiste për qarkun e Fierit, zotin Ervin Koçi. Përshëndetje, zoti Koçi, dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Atëherë do donim ta fillonim konkretisht nga ajo çka di është ndjekur me interes nga të gjithë televizionistët, nga ajo që është parë në media, nga zhvillimi i seancës parlamentare ku është votuar për kandidatët për Këshillin e Lartë Drejtësisë dhe në atë çka ka ndodhur në fakt ku është votuar Çefa, kandidati i propozuar nga mazhoranca dhe jo kandidat tjetër Ardian Bisha. Çfarë ka ndodhur në fakt, një debat i cili më në fund duket se ka shënuar dhe tërheqjen e vëmendjes së radhës për opinionin publik. Normalisht ajo që ndodhi dje në parlament, jo vetëm që ishte një proces antikushtetues, antiligjor, antidemokratik, por tregoi edhe një herë që ky pushtet, kjo qeveri, pasi vjedh dhe votën e popullit, nuk e ka problem dhe nuk i bën as pak përshtypje të vjedh dhe votën e deputetëve të dhunoj këtë votë edhe në parlamentin e Shqipërisë. Normalisht dhe ishte një votim, dhe kur ka një votim me dy emra propozuar nga secila forcë politike, është më rregullore që votimi do të jetë i fshehtë dhe me kuti votimi. Çfarë ndodhi? Në kohën që do të fillonte procesi i votimit, përfaqësuesi jon, i cili ishte zoti Armando Sobashi, deputeti i qarkut të Fierit, kërkoi që në fletë e votimit mos kishte shenja dalluese për shkak sepse zonja Trashani, antari i komisionit, fillonte të bënte shenja në çdo fletë votimi. Që këtu filloi debati dhe ne kërkuam që të gjithë fletët e votimit të voloseshin fillimisht dhe të fillonte votimi. Ata kërkuan që të ishin dhe firmat e antarëve të komisionit. Këtu ne përsëri këmbgulun që nëse do firmosin antarët e komisionit, atëherë do të firmosin të 139 fletë votimi që ishin pjesëmarrës deputet në seancë dhe pastaj fillonte procedura votimi. Fillonte procedura duke u shpërndar fletët që mos kishte shenjë dalluese për çdo votues. Ata kërkonin, dhe sidomos kjo urdhëruesi kryesor Sali Berisha, të cilët unë isha shumë afër të shikoja në mënyrë si reagonte, më kujtonte qendrat e votimit që vjedhin antarët e Partisë Demokratike në Fier në një njëjtë mënyrë sillesh, si duket kjo është forma dhe veprimi i kësaj partie, kërkonte me dhunë që të firmoseshin me njëherë fletët e votimit dhe aty të ishte me shenja përkatëse. Zonja Trashani rastësisht, një deputet i Partisë Socialiste i pa dhe shenjat për çdo deputet që kishte bërë për deputetet e Partisë Demokratike dhe të partive aleate. Këtu nisi debati, zoti Berisha bërtiste me dhunë një njeri shpërfituar, i dal jashtë orbite, bërtiste me dhunë, votoni, do votoni si thon unë, ne dim këto gjëra, kush u pyet ju, votoni dhe diles po dhunonte dy komisionerët e tij duke bërtitur. Në kohën që ai donte të votonte, të cilët vetë ai kishte fletën me shenjë, që është çuditshme, ndodhi që ne kërkuam që të kishte procedura ligjore, atëherë ata thonë do bëjmë votim elektronik, antiligjor u bë votimi elektronik për shkak sepse jo vetëm që ne kemi dyshime dhe në kanalat informacione që kanë votuar deputet për njëri tjetrin, por normalisht edhe mënyra e votimit, sepse hot vetëm një kandidat, normalisht do të jetë dy kandidatë dhe të gjithë kandidati i parë fillon me atë me shkronjën e alfabetit, i cili është Ardian Visha, që ishte përfaqësuesi i propozuar nga Partia Socialiste, gjithsesi ai propozoi për votim direkt emrin e Elvis Cefës, dhe normalisht me 71 vota, cilët ato vota cilët do të verifikohen. Por është një proces i cili në gjithë vetën në të gjithë të tërën e saj tregon fytyrën e vërtet kësaj partie, fytyrën në cilën mënyrën që të dhunojë çdo gjë, kërkojnë çdo lloj pushteti ta marrin me dhunë, edhe pse normalisht qofse ai kishte numër 71, pse mos bësh votimin i fshehtë? Cila është arsyeja që bësh votimin i fshehtë? Zoti Koçi, ndërkohë kryeparlamentaria Sonja Topalli ka pretenduar dhe ka deklaruar se ka qenë një dhunë e ushtruar nga zoti Ruçi, i cili ka mbyer fletët e votimit dhe kësaj kjo ka çuar pastaj në zgjidhjen e votimit elektronik. Absolutisht nuk është, zoti Ruçi ka vepruar vetëm në atë kohë kur fletët e votimit bëhen shenjat për çdo deputet Partisë Demokratike, aty ai ka kërkuar që ky nuk është votim i mbyllur, nuk është një votim i cili i fshet, por është një votim i cili përcaktohesh dhe njihesh vota e gjithë kujt deputeti që votonte aty. Dhe reagimi i zotit Ruçi ishte një reagim i cili kërkonte që votimi të bëhet sipas procedurave parlamentare, duke respektuar votën e fshehtë, i cili normalisht është dhe parimi bazë i funksionimit një institucioni dhe vendosjes demokracie në një vend. Normalisht zoti Ruçi ka mbajtur një qendrim
shumë të butë biles më mënyrë si veproni ata, dhe zoti Ruçi në të gjithë debatet aty ka kërkuar të votojmë fshetas, të votojmë duke respektuar parimet bazë të demokracisë. Normalisht nuk ishte kështu, sepse aty shikoje një kryeministër i cili drejtonte gjithë procesin për të vjedhur votat e deputetëve të tij të djathtë. Mendoni si ka mundësi që një kryeministër që kërkon të bëjë zgjedhje të ndeshme të lira brenda parlamentit dënon votën e deputetëve dhe bën zgjedhje të cilët qoftë për një antar KLD, mendon çfarë mund të bëjë presidenti i Republikës, mendon çfarë do bëjë presidenti e përgjithshme të vitit 2013. Gjithsesi ne kemi njoftuar gjithë institucionet ndërkombëtare, do kërkojmë që ky proces të jetë i palishëm, sepse vetë gjithë procesi është i palishëm. Gjithsesi që është më rëndësishme, se nuk është e rëndësishme që ku shkoj antari KLD-s, shkoj ky apo shkoj ky emër, por rëndësishme është që ne duhet të ndërtojmë institucionet e një shtet demokratik ku të funksionojë barazia dhe liria e shprehjes dhe e fjalës. Dhe gjithë kjo histori, unë mendoj që tregoj edhe përpara çdo qytetari shqiptar fytyrën e vërtetë të këtij pushteti, fytyrën e vërtetë të kryeministit të vendit. Si mendoni ju, zoti Goxhi, sipas jush, pse duhet ndodhë kjo? Nuk i ka më numrat Partia Demokratike? Unë kam përshtypjen që duke parë dhe shfrytërimin e kryeministit dhe zonës Topalli në mënyrën se si sillesh, kisha përshtypjen që ata nuk kanë patur numrat në mënyrën se si sillesh, ose si ka kërcënuar gjithë ku kërcënon deputet veçantë vetë kryeministi i vendit i kërcënon në sallë, pati që ka kërcënuar, kemi informacione kryetare e Partisë Republikane dhe shumë të tjerë. Normalisht ai ka patur besim që nuk fitonte numrat, dhe ai normalisht do t'i marrin gjithë institucionet me radhë, i zaptoj këto institucione për të patur sistemin e drejtësisë në varësi, dhe normalisht të gjithë ato bëma që ka bërë gjatë gjithë qeverisë së vet të mos të shkojë para drejtësisë. Një gjë sigurojmë të gjithë qytetarët shqiptar që Sali Berisha dhe kushdo tjetër do të shkojnë përpara drejtësisë për çfarë kanë bërë në këtë vend. Dhe për më e çuditshme është që kohën që ndodhte debati nuk ka patur kamera. Ne kemi bërë disa filmime nga disa deputet për momentin, po ka qenë një ngjarje cilët kryeministri i vendit të drejtua zoti Gramazruçi, ta tregova aty 21 janar çfarë u bëra njerëzve të tu, dhe tregon që përgjegjësi direkt për 21 janarin, vrasi direkt dhe udhërosi direkt është Sali Berisha. Nuk mund të flasin kryeministri i një vendi nëse është një person i cili mendon për këtë vend, të ecë përpara këtë vend, ta integrojë në Europë, të flasë këtë mënyrë, ta tregova aty 21 janar, provon njerëzit tu çfarë u bëra 21 janar. Kanë kapur pak kamerat, po të ka është bërë një lloj transkriptimi, le të themi, si në mediat vizive. Po nga celulari i deputetit Orland Balla, po ka patur edhe filmime të tjera që normalisht mund të bëhen sot, sepse ka qenë cilësia dobët nga larg, sepse në atë kohë largon kamerat, e aty të shikoni fytyrën e vërtetë të një kryeministi të vendit, se si sillet ai me përfaqësuesit e popullit, duke patur një pushtet me vota të vjedha. Normalisht ai vjedh Shqipërinë, vjedh votat, mund vjedhë gjithçka në këtë vend, duke kthyer atë në një republikë bananesh ose të tipike nga republikat të shteteve ruse, cilët normalisht qeverisen në formën e diktatit, siç dëshiron ta bëjë kryeministri aktual i vendit. Ndërkohë zoti Rama ka negociuar një mbledhje të jashtëzakonshme për forcën tuaj dhe ka dalë edhe me një deklarim, më vonë duke shprehur kjo ka qenë fitore e opozitës ai debati i dieshëm. Dhe ky termi fitore Jo, nuk ka qenë fitore e opozitës, ishte nuk është në kuptimin që fitore, por problemi është që normalisht kur ka një proces dalin pa dhe vizioni, qytetaria e një force politike. Dhe Rama tregoi që nëpërmjet atij procesi 110 doli një fitore kuptimi se të gjithë populli shqiptar, të gjithë ndërkombëtarët pan fytyrën e vërtetë të një pushteti. Ne pasi mbaruam procesi i votimit që ndodhi si ndodhi aty, shkom në grupin parlamentar, shkom në selinë e Partisë Socialiste ku grupi parlamentar u mblodh. Zoti Rama ishte në një drek me ambasadorin e Kosovës dhe nuk ishte ndjeni të situatës. Ne e vëmë në dijenit situatës se çfarë ndodhi, dhe pastaj të gjitha këto dhe në një proces konsultime, sot është mbledhur kryesia, të dalim me vendime të caktuara se si do të veprojmë dhe do të jetë cilëve strategjia politike për të ardhmen, qoftë për këtë që ndodhi, por edhe për sa i përket të gjithë aktiviteteve politike dhe vendimarrjes politike për të ardhmen. Ka pasur dhe ide për ta braktisur parlamentin për të rikthyer sërish bojkotit. Ka patur shumë ide, normalisht. Do të ishte kësaj këtij vendimi? Jo, problemi është që nuk është që ka patur shumë ide. Pra, nuk e di, është koha e dur për ta bërë diçka tillë. Jo, ka patur shumë ide. Partia Socialiste është parti demokratike, është parti e vlerave. Dhe normalisht aty shprehen shumë vetë pati shumë ide,
Ndërmjetërisht edhe kjo ide që dikush kërkoi që me këtë nuk mund të bësh asnjë marrëveshje, mund të bësh asnjë bashkëpunim, ai nuk respekton asnjë të drejtë, është dhunues i institucioneve, është dhunues i qytetarëve shqiptar. Gjithsesi, thashë edhe një proces të diskutohet në të ardhmen. Zoti Rama, sekretari i Partisë Socialiste, ka kërkuar çdo deputeti që të japin siç e mendon mendimin e vet dhe pastaj në strukturat do të vendosin. Partia Socialiste funksionon me struktura, ka me asamble kombëtare, me kryesinë e saj, me grupin parlamentar, ndryshe nga partia tjetër e cila vendos vetëm një person i cili normalisht dje urdhëronte se si të videsh dhe vota e deputetëve. Le të themi kandidaturës suaj të propozuar për zëvendësimin e Kreshnik Spahiut për anëtar të Këshillit të Lartë Drejtësisë është Ardian Visha, i cili është i njohur dhe si avokat i zotit Mediu apo jo. Ndërkohë ky fakt dhe qëndrimi që ai ka mbajtur duke shprehur se ka besuar dhe te pafajësia e zotit Mediu është shfrytzuar nga ana e mazhorancës për të shprehur se nga ana e Partisë Socialiste ka dy lloj parametrash. Nuk e di nëse do të bëni një vlerësim të përgjithshëm pse ka qenë ky kandidat i përzgjedhur nga forca juaj politike dhe ka diçka që nuk shkon në qëndrimin që ka mbajtur vetë zoti Visha. Së pari, unë do të thosha që zoti Visha është një nga juristët më të mirë që ka vendi ynë. Antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë është një post profesional, është kërkon një njerëz profesional. Zoti Visha ka mbaruar mesatarin 10 fakultetin juridik, ka qenë një nga prokurorët më të mirë që ka pat vendi ynë, një nga avokatët më të mirë dhe gjithë çështja qëndron që ka qenë avokati i aktual ministrit Mjedisit, ish ministrit mbrojtjes për çështjen e kërdesit zotit Mediu. Normalisht çdo avokat bën natyrën e vet, edhe një televizion i cili mund të jetë i djathtë, mund të shkojë edhe një profesor si Majt, edhe një tregtar mund të shesin çdo edhe produktet të Majtit të djathtat, ai ka një zyrë avokatore i cili paguhet për atë që bën. Gjatë gjithë ka mbrojtur çështjen e zotit Mediu dhe normalisht në gjithë çështjen që ka mbrojtur ai ka zbatuar vendimet e gjykatave. Jo, ndoshta më fal, ndoshta shprehja që ka shkaktuar më tepër debat do të thoshë është kam besuar tek pafajësia e zotit Mediu. Ndoshta të ndalë. Është një etik profesional, shkollë profesionale çdo avokat e ke edhe në ligjin për avokatin mbron të pandehurin e vet. Është qartë. Dhe në të tërë botën avokati mbron të pandehurin. Dhe kjo është ligj absolut, është një aksiome së drejtësisë dhe këtu nuk mund luhet, kush nuk ka një sistem drejtësisë mund të luaj, kush do të bëj politik mund të luaj, ne aty çohemi kandidaturë profesionale. Dhe duke qenë kandidaturë profesionale, atë votoni mbi 20 deputet djathtë, të cilët doktor kryeministri i vendit kishte merak dje, sepse ishte një kandidaturë profesionale e do përfaqësonte denjësisht problematikën që ka sot drejtësia shqiptare dhe ai kishte një vizion të qartë, ka qenë një brillant në komisionin e çështjeve ligjore ku diskutuan se kandidaturë, të cilë vetë të djathtët e vlerësuan maksimalisht pa çka se kishin votë politike për ta votuar kundër. Dhe ne nuk mund të gjykojmë që pse ka qenë avokati gjithmonë është kjo ka të bëjë me profesion. Jo, po ka bëjë, por avokati gjithmonë mbron dikë që akuzohet. Normalisht ai ka bërë detyrën e avokatit dhe përqendrimi jo nuk dësha po gërdecen, përgjegjësi mban Fatmir Mediu, Shkëlzen Berisha dhe Sali Berisha. Është qartë. Ndërkohë nëse të kthehemi një çështje e cila ka qenë përpara ditës së dieshme, përpara seancës së dieshme, është kthyer gati në temë të diskutimit edhe çështja Seserit, nëse mund ta quajmë kështu për deputeten ish deputeten e Partisë Socialiste për vendin vakant. Nuk e di, ja vlente ky lloj debati zoti Koçi, mos mbledhja e Këshillit Rregullores të Imunitetit dhe Mandateve, te zgjatja deri në ndërhyrjen e zotit Arvizu. Nuk ja vlente. Më duket që ka një ndryshim tashmë të qendrimit. Nuk ja vlente as pak. Gjithë ajo që fola për çështjen e parë për zgjedhjen antar të KLD-s nuk dyshon as pak edhe për këtë çështje. Tani kërkojnë të vjedhin dhe votat që janë materializuar në deputet për Partinë Socialiste. Është një çështje shumë e thjeshtë. Kandidati Partisë Socialiste që ka numrin 6 në qarkun e Durrësit është zgjedhur kryetari i bashkisë në Fushë Krujë. Së Fushë Krujës. Normalisht, duke qenë kryetar bashkie, ai nuk pranon të bëhet deputet dhe ke edhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë që mandati i deputetit nuk mund ta marrë një person i cili nuk bën betimin dhe nuk dëshiron ta marrë. Normalisht, ai ka bërë dorëheqjen sipas procedurave, ka çuar dorëheqjen pranë Kuvendit të Shqipërisë
Zonja Topalli për duke bërë që këto janë lojët për votat që ishte antar i Këshillit Lartësisë pas 2 muaj shibje që jetë vota për presidentin e Republikës, penguan me çdo kush për ta marrë mandatin deputeti që ka numrin 7 në qarkun e Durrësit. Gjithsesi qëndrimi jon ishte Zoti Ekonomi apo? Zoti Ekonomi ishte kushtetues, qëndrimi jon ishte brenda të gjithë procedurave të kodit zgjedhor. Normalisht duhet gjithmonë në Shqipëri për të marrë një vendim Sali Berisha brenda të gjithë kuadrit ligjor dhe kushtetues duhet të hyjë një ambasador i huaj apo një faktor i huaj. Besoj që dje më ka gjetur zgjidhjen dhe vetë antarët deputet të Partisë Demokratike kanë votuar që deputeti i Partisë Socialiste të jetë Zoti Ekonomi që ka numrin 7 në qarkun e Durrësit. Okej, le të kalojmë tek rilinja kombëtare e cila është ballina, do thosha, apo është shtylla, është kolana me cilën Partia Socialiste pretendon për të ardhur në pushtet, një program ndryshe, dhe madje duke pretenduar që është ndryshe nga gjitha forcat e tjera politike. Ka arritur të implementohet te elektorati, ka arritur që të qartësohet kjo lëvizje, kjo platformë, të qartësohet pra qytetari shqiptar në lidhje pra me atë që përmban me esencën e rilinjës kombëtare. Normalisht programi për një rilinje kombëtare është një program i cili kërkon që të ndalojë rënimin e Shqipërisë për të çuar atë drejt zhvillimit. Programi rilinja kombëtare ka 4 boshte. Boshti i parë është rimëkombja e ekonomisë, boshti i dytë është ripërtëritja e shoqërisë, boshti i tretë është rivendosja e demokracisë dhe boshti i katërt është një Shqipëri europiane. Normalisht deri tani janë bërë 12 tryeza, sot është bërë mesditë është bërë tryeza e punësimit, janë dhe për të bërë dhe 4 tryeza të tjera gjatë 2 javë në vazhdim, cilët mbyllet gjithë cikli i bashkëbisedimit me profesionistë të fushave caktuara që njohin fushën shumë mirë, në mënyrë që programi i Partisë Socialiste të perfeksionohet, të përmirësohet, që të me të vërtet të kapin ato problematika që ka realisht qytetari shqiptar. Në të 12 tavolinat ka marrë pjesë ekspertë më të mirë të Shqipërisë, biznesmen të nderuar, dhoma avokatie, gjyqtar të nderuar, juristë të nderuar dhe kanë dhënë mendime. Të gjithë pyesin se si do zbatohet dhe si do të përmirësohet programi i Partisë Socialiste. Normalisht ne kemi dalë në programin që në kongresin e 5 nëntorit, programi ka 85 faqe, cilë normalisht ne kemi shpërndarë pothuajse në gjithë Republikën e Shqipërisë nëpërmjet strukturave të partisë. Pasi do marrim 4 tavolinat e tjera, që kompletohet me 16 grupet e punës së Partisë Socialiste, do ketë përmirësim në program dhe pastaj ky program do vazhdojnë debate me qytetarët shqiptar. Vetë ne deputetët e Partisë Socialiste, grupet të caktuara, faktorë të caktuar do ta prezantojnë programin nëpër çdo rreth, nëpër çdo komunë dhe normalisht aty ne do të marrim sugjerime. Për shembull në për një komunë të caktuar nuk mund të diskutojmë thjesht shumë për biznesin, por diskutojmë shumë për problemet e bujqësisë. Dhe normalisht një pikë më e rëndësishme e programit ka qenë sidomos problemet e bujqësisë. Ka qenë problemet që diskutuar sidomos marrëdhënie me biznesin duke parë biznesin partenerin kryesor të zhvillimit. Ka qenë tryeza për desim si të vendosim shtetin ligjor dhe shumë sot ka qenë tryeza për punësimin. Pra si do të ketë gjithë strategjinë se si do të punësojnë 300.000 veta që ne kemi premtuar për të punësuar gjatë mandatit ton 4 vjeçar të parë. Pra e gjithë kjo do jetë një objekt i gjithë diskutimit të gjerë dhe programi i plot i Partisë Socialiste do dalin në vjeshtën e këtij viti, por gjithmonë ky program do vi duke u përmirësuar në bazë të problematikave që dalin dhe në bazë të objeksioneve apo dhe të sugjerimeve që mund të jepen nga grupe apo faktor të interesit. Atëherë meqenëse jemi te tryeza e punësimit dhe është me interes besoj edhe për televizionistit, mund të evidentoni disa elemente kryesore që përmban rilinja kombëtare për sa i përket punësimit? Pa diskutim, është pika kryesore e programit. Sot në Shqipëri janë mbi 1 milion të papunë dhe kjo është shumë e thjeshtë sepse jo sot çdo person që është në fshat këta quajnë të punësuar, jo dikush që është punësimi. Të vetë punësi, por nuk mund të jetë i punësuar i vetë punësuar sepse nëse në vitin 91 6 veta kanë marrë 2 hektar tokë, tani janë bërë 16 veta. Sepse është rritur numri i popullsisë, nuk mund të jetojnë dot këta përsëri me tokën nëse ne nuk krijojmë hapësira të tjera punësimi, që këta çojnë disa burime të ardhurash në shtëpitë e tyre. Sot ka të papunë quajnë vetëm persona të cilët shkojnë te zyra e punës për të bërë një aplikim për punë. Pra dikush nuk shkon, edhe pse është i papunë, për qeveri nuk është i papunë. Pra në këtë 1 milion të papunë ne kemi përcaktuar qartë cilë dhe strategjia jonë për të zvogëluar numrin e papunëve dhe njëkohësisht sidomos për moshën e re.
Deri 25 vjeç sot numri i papunëve është maksimalisht shumë i lartë dhe ne kemi strategji duke zhvilluar ekonominë, duke i dhënë shumë përparësi biznesit, duke zhvilluar sektorin bujqësor, pra duke lënë sot si në mëshirë të fatit, duke pasur një strategji të caktuar, sepse atje jeton dhe gjysma e popullsisë, ne do të zhvillojmë shumë shkollat profesionale në mënyrë që njerëz të rinj që përhojnë shkollat profesionale të punojnë këtu, ne do të përmirësojmë shumë sistemin arsimor, i cili mos vinë me punonjës të huaj apo menaxher të huaj, siç ka për shembull kompania bankës që është këtu punon në qarkun e Firit, ka rreth 70-80 punonjës të huaj për shkak sepse mungojnë burimet njerëzore potenciale nga Shqipëria. Pra gjitha këto do jenë një strategji shumë e qartë, në cilën se si Partia Socialiste do të punësojë 300.000 veta brenda 4 viteve, duke qenë që sot është gangrena e varfërisë dhe skamës e ka kapur Shqipërinë është papunësia. Ndërkohë do përkim një nga çështjet më shumë të debatueshme dhe duke qenë se ju jeni eksperti i kësaj fushë, ka qenë edhe problemet e ekonomisë shqiptare, është për t'i prekur me radhë një sër elementesh inflacioni me 0.6 arriti pra vetëm po të shohim shifrat e muajit të shkurtë të këtij viti, rënje e remidancave me 9% të 2011 krahasuar me vitin 2010, ulja normës 21% e interesit legut për të rritur konsumin. Nuk e di nëse mund të bëni një vlerësim të përgjithshëm të gjithë situatës ekonomike në Shqipëri. Ndonjëherë vlerësimet e Partisë Socialiste gjykohen nga faktor ose nga mazhranca gjykime politike. Po gjykimi më të mirë për ekonominë sot e bën çdo familje shqiptare. Ata e shikojnë si jetojnë. Sepse kemi tonë optimaliteti nga qeverisë. Po pra, dhe ata shikojnë si jetojnë më mirë apo më keq. Dhe ata e din sa vuajnë sot. Dhe unë po e nis nga gjithë kjo që ka për ty gjithë problematikën pak a shumë cilë nga ngritë dhe opozita. Sot jemi një krizë të plot ekonomike me varfëri dhe skam që ka kapur çdo familje shqiptare. Dhe 95% e popullsisë sot jeton pothuajse në kushtet afër varfërisë ose shumë të varfër. Vetëm një pjesë pak sot, duke qenë lidhur vetëm me pushtetin apo me interesat e pushtetit, bën një jetë shumë më të mirë. Normalisht sot po ta shikojmë ekonominë në gjithë parametrat e saj, edhe pse qeveria thotë kemi rritje ekonomike, kemi kaluar këto, kemi më të zhvilluar në rajon, ja po kalojmë këtë vit do kalojmë në Gjermaninë e tjera historira, parajs dhe mrekulli ekonomike, normalisht situata shkret ndryshe. Institucionet ndërkombëtare, Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë përcaktuar që këto 2 vitet e fundit janë vite të cilit pothuajse nuk ka rritje ekonomike 0.5%, dhe ata punojmë me shifrat që i cilit jep qeveria shqiptare. Sot po të shikosh çdo familje shqiptare e blen sheqerin 3 herë më shtrenjtë se sa blen në vitin 2005, orizin 3 herë më shtrenjtë se sa blen në 2005, vajin po kështu. Energjia elektrike është rritur me 75%, çdo produkt konsumi është rritur pothuajse minimalisht 2 herë. Mendoni, sa do që të rritur pensioni me 4%, 5% në vit, 6% në vit, si mund të përballojë pensionistët të rritje çmimesh? Si mund të përballojë një familje fshatare kur sot bujqësia është rënuar? Sot të punosh tokën bujqësore duhet për një dënym 52.000 lekë, duke futur punimin, frezimin, kultivimin, mbjelljen dhe korrjen. A di se ka qenë 2005-ën kosto e dënimit i gjithë këtij procesi? Vetëm 22.000 lekë. Ku do gjejnë fermerët lekët për të punuar tokën, kur dhe produktet që prodhojnë ata nuk ushiten? Ne këtu kemi qarkun e Firit, që ka ngel fshaqenin si vjet në zonat e Mezeqes, ku ose nuk kanë kushtet e vaditjes dhe nuk funksionon sistemi i mrekullimit. Pra këtu unë e bëra duke hyrë te hallet e çdo familje fshatare apo qytetare, larg asaj që politikës, jo politika makro, jo norma interesit, sepse edhe këto dhe njerëzit nuk kanë pse merren shumë me këto kur ata çdo ditë vuajnë për bukën e gojës. Dhe prandaj ne në programin ton për një rilindje shqiptare kemi përcaktuar qartë se si të ndalojmë rënimin e mëtejshëm të ekonomisë, rënimin e mëtejshëm të bujqësisë, duke krijuar një klimë pozitive për biznesin, duke krijuar një klimë zhvillimi, duke çmontuar monopolet, referencat, duke zhvilluar bujqësinë me një program dhe strategji afatgjat në mënyrë që të minimizohet varfëria, sepse është çudi sot, po jap një shembull, qeveria deklaron që papunësia në Shqipëri është 12.9-13%. Sot ka dalë raporti i Eurozonës, për zonën, dhe ata kanë papunësi 11%. Gjithmonë është në bazë të regjistrore tek zyrat, ndërsa ata me të vërtetë gjykojnë si është papunësia.
Pra ne nuk thjesht dalem me shifra, gënjejmë dhe botën, gënjejmë dhe veten, kur këtu varfëria është ekstreme. Duhet që të kuptojmë varfërinë, duhet të dimë si jeton sot një familje. Mos të bëjmë deklarime bombastike, të cilët normalisht dhe vetë njëri nuk i beson, por këta duke shfrytëzuar median demagogjin, arrin të helmojnë një popull me historira të pavërteta, sikur ne jemi parajsa ekonomike dhe vendi më i zhvilluar në botë në këto vite. Nuk mungon asnjë gjë nga demagogjia që ka qenë në sistemin monist para viteve 90. Gjithsesi, u them që i gjithë këto hallet, problematika që ka njerëzit, qoftë zona bujqësore, qoftë ata që jeton në qytet, e gjejnë zgjidhjen vetëm te programi i Partisë Socialiste, i cili normalisht do të japë zgjidhje pothuajse të gjithë problematikave që ka sot qytetari shqiptar. Dhe unë mendoj që çdo qytetar, çdo bujk, çdo kush mund të japë mendime, sugjerime në atë që njeh për të përmirësuar këtë program. Zoti Goçi, dy nga problemet më të mpreta për sa përket reformave dhe ku është përqendruar dhe vëmendja ndërkombëtarëve është sistemi zgjedhor dhe reforma parlamentare. Nuk e di ç'po bëhet në këtë drejtim. Keni mendim se duhet përmirësuar sistemi zgjedhor, mos ndoshta do të ishte për një korrektim kombëtar? Po, ka qenë një nga 12 kushtet e Bashkimit Evropian për të integruar Shqipëri, ka qenë dhe reforma zgjedhore. Ne si opozit kishim 4 detyra nga 12 kushtet. Ka detyrat tona ishin miratimi i ligjeve me 35-tat, miratimi i avokatit të popullit, reforma zgjedhore dhe reforma parlamentare. Dy të parat kanë mbaruar. Po. Reforma zgjedhore dhe reforma parlamentare janë në proces, cilë normalisht janë zvarritur shumë deri tani nga koalicioni i djathtë, sidomos nga Partia Demokratike edhe me gjithë insistimin ton. Gjithsesi janë duke ecur, po me ritme jo shumë të shpejta në reformën zgjedhore. Normalisht janë bërë disa procedura për përmirësuar administrimin e zgjedhjeve, por nuk ka ndryshuar thelbi. Ajo që tha dhe juve, edhe ne qëndrimi jonë i Partisë Socialiste është i qartë, ne duam që vota e çdo qytetari shqiptar në gjithë Shqipërinë të jetë i përfaqësuar në mënyrë proporcionale sipas votave që merr një parti politike. Dhe këtu e kam që edhe dalë në pak më tutje protestuaj që kemi patur dhe një përkënaqësi nga partitë aleate. Normalisht ata kanë shumë të drejtë në qëndrimet e tyre, ne jemi pro qëndrimit të tyre që vota duhet korektuar në mënyrë që vota që merr çdo parti politike të jetë përfaqësuar në parlament. Por nuk kemi qëndruar në bllokimin nga ana e mazhorancës, sepse reforma zgjedhore është me vetën, nëse një parti politike vendos veton, nuk mund ta bëjë një parti e vetme. Jemi munduar, jemi në proces përsëri, por nuk pranohet nga Partia Demokratike. Kjo është qartësuar edhe partive aleate, të cilët normalisht duhet ta kuptojnë këtë gjithë ky proces ndodh për shkak të Sali Berishës. Ai ka përfituar nga disa gabime që Partia Socialiste ka bërë në kodin zgjedhor të vitit 2008 dhe normalisht po e mban peng këtë. Dhe ne kërkojmë që edhe partitë aleate së djathtës të bashkohen të rastin Partinë Socialiste në mënyrë që vota e çdo qytetar shqiptar të jetë përfaqësuar në parlament në mënyrën se si e hedh ai. Normalisht ky kod zgjedhor ka deformime të votës dhe sidomos i jep më shumë peshë qaqeve të vogla në diferencë që kanë se sa qaqeve të mëdha. Gjithsesi është një proces i cili po vazhdon, po të ketë parasysh çdo qytetar shqiptar dhe gjithë partitë aleate që të bësh një reformë duhet të kesh vullnetin nga dy partitë politike. Vullneti jonë është i plot, mungon vullneti i mazhorancës. Ndërsa për reformën parlamentare është nga kushtet e Bashkimit Evropian, ka patur shumë kritika ndaj kryerit parlamentar, secila ka keq administruar dhe me procedura abuzive në parlament. Ne faktikisht dhe për ironi të fatit, dje që ndodhje procesi i votimit, ne kishim përgatitur një mënyrën se si do të bëhet votimi i fshehtë në parlament, sepse gjithmonë është abuzuar nga mazhoranca, por përsëri ata e kanë kundërshtuar, ata kërkojnë që mos ketë votim të fshehtë. Gjithsesi është një proces diskutimi, ne presim edhe ndërhyrjen edhe ndërkombëtarëve dhe të ekspertëve ndërkombëtarë në mënyrë që reforma parlamentare të jetë sa më e plotë dhe të jetë me të vërtetë parlamenti vendi më demokratik në Shqipëri, sepse fundi përfaqëson vullnetin e të gjithë shqiptarëve. Ndërkohë mund të jetë hap pozitiv numërimi elektronik, një hap i cili mund të sigurojë aksesin e një rezultati më të pranueshëm nga forca politike, më afër reales.
Patjetër, për shkak sepse votimi elektronik, nëse administrohet me menaxhimin e dur, është diçka numërimi është diçka pozitive, për shkak sepse gjithmonë kur ka administrim dhe drejtim dhe numërim nga njerëzit, ndodhin më shumë gabime ose ka interesa të caktuara që normalisht shojnë debate ose të divijim të votës. Vetëm që është diçka e rëndësishme dhe shpresojmë shumë që dhe procesi i përzgjedhjes së firmës të jetë shumë transparent, të jetë i besueshëm, në mënyrë që sepse do të jetë dhe firma që do të përcaktojë dhe personin që do të bëjë numërimin. Do të KQZ-ja e re që do të përzgjedh firmën e cila do të ndjek numërimin elektronik në Shqipëri. Unë besoj shumë që duke patur shumë dhe mbështetje ndërkombëtarëve të gjetë një firmë dinjitoze dhe në Shqipëri mos zgjasim më numërimin e votave për javë të tëra, por si gjithë botën brenda disa orëve të dalin rezultati, sepse zgjatja sjell vetëm problematik, sherrë dhe njëkohësisht një imazh të keq për Shqipërinë. Gjithsesi numërimi elektronik është diçka e rëndësishme, por rëndësishme janë gjithë të tjera që ndalosh edhe votimin familjar, ndalosh votimin me karta falco, të gjitha janë në pjesën e programit punës të grupit Partisë Socialiste, të cilët janë në proces diskutimi. Gjithsesi unë shpresoj që nuk kemi besim as pak te Sali Berisha, ne e dim që ai do të përpiqet me çdo kusht të vjedh përsëri zgjedhjet për të mbrojtur veten e vet nga zullumet që ka bërë, por ne kemi shumë besim te faktorët ndërkombëtar, kemi shumë besim te qytetarët shqiptar, të cilët në vitin 2013 do reagojnë maksimalisht për të mposhtur këtë regjim diktatorial që po vendoset në Shqipëri. Ndërkohë një nga evenimentet e 2012 së këtij viti është konkretisht zgjedhja e presidentit. Zoti Koçi kanë qarkulluar emra të ndryshëm në platenë e politikës, janë lakuar emra. Ndërkohë e kujdesshme ka qenë forcave politike në përgjithësi, në tërësi e majta, në lakimin e kandidatëve për të zënë postin e kreut të shtetit. Duke di, cili do të ishte formati i duhur për Shqipërinë për të qenë një president që do të ishte i pëlqyeshëm nga të gjitha palët, sipas jush? Çfarë presidenti nevojitet Shqipërisë? Së parimi kryesor i presidentit është presidenti i Republikës përfaqëson unitetin e popullit. Dhe ne duhet që presidenti i Republikës të jetë në lartësinë e duhur dhe të përfaqësojë unitetin e popullit. Çfarë ka ndodhur? Me të që në fillim të vitit, Partia Socialiste, duke ditur që viti 2012 është viti i zgjedhjes së presidentit, ka ngritur një grup pune me krye Gramoz Ruçin, kryetarin e Asamblesë Kombëtare, që do të përcaktoj procedura dhe një proces për zgjedhjen e presidentit. Për ne e rëndësishme është procesi, sesa një emër i cili mund të zgjidhet edhe me dhunë, siç u zgjodh antari i KLD-s. Është procesi, është ai i cili përcakton një president i cili të jetë konsensual dhe përfaqësoj unitetin e popullit. Normalisht, nëse do zgjedhë një president dhunshëm, atëherë kjo është kosta e gjithë qytetarëve shqiptar. Presidenti i Republikës nuk përfaqëson as gjysmën e popullsisë, as 30%, as 60%, as 20%. Presidenti i Republikës përfaqëson unitetin e popullit. Nuk mund të bëhet një zyrtar i lartë i Partisë Demokratike, presidenti i Republikës, sepse do përfaqësoj vetëm vullnetin e Sali Berishës. Dhe vullneti i Sali Berishës është që me marrjen e presidentit të uzurpojë prokurorinë e përgjithshme, shërbimin informativ kombëtar, të zaptojë gjithë institucionet demokratike në mënyrë që të shpëtojë nga drejtësia për atë çfarë ka bërë dhe njëkohësisht për ta mbajtur këtë popull gjithmonë të ndrydhur dhe të kapur pas vetes së vet. Unë mendoj që edhe emrat që kanë dalë, më shumë kanë dalë e djatha, ne nuk mund të dalim me emër pa përcaktuar qartë cili do jetë procesi. Në kohë që do përcaktohet qartë cili do jetë procesi, atëherë do jetë emri cili do të përcaktojë Partia Socialiste, mund të jetë 1 emër, 2 emër, 3 emra. Procesi në fakt, pak a shumë është i përcaktuar, sepse shkohet me shumicë të thjeshtë. Jo, për shumicë të thjeshtë është pas raundit të 4, por edhe nga faktorët ndërkombëtar, por edhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, edhe nga qytetarët shqiptar, pritet një president konsensual. Një president i cili të përcaktojë vullnetin e popullit. Jo një president i cili përcakton vullnetin e një njeriu, i cili pasi voti votat tani filloi të vjetë dhe presidentin e Republikës. Ky president do të vijë me një background të caktuar politik apo mund të vijë si puna e zotit Mojsiu, për shembull, nëse ai është një president i cili përkrahët nga forcat politike
shqiptare, nga gjithë forcat politike shqiptare, mund të jetë person politik, mund të jetë një person jashtë politikës. E rëndësishme është që ai të jetë një proces transparent, një proces gjithëpërfshirës dhe proces i cili të nxjerrë një president i cili i përket popullit dhe jo një partie politike. E qartë. Ndërkohë, emri më shumë i lëkuar nga e majta është duam apo s'duam, ai është faktor. Shkojmë tek emri Fatos Nanos, që është një nga figurat qendrore të smajtës, do të thoshim. Nuk e di, ndoshta ju mund të tregojni lakonik apo mund të tregojni të thukët duke dhënë përgjigjen do të jetë një vendim në kohën e duhur nga forca jon politike, po çfarë qëndrimi mund të bante Partia Socialiste përballë një kandidature si Fatos Nano, pavarësisht se nga mund të vinte propozimi? Jo, qëndrimi e thashëm përpara është fillimisht procesi. Pas procesit do fillojnë dhe emrat. Pa diskutim që zoti Fatos Nano ka qenë lider i SMAINT-s dhe në vitin 2005 ka qenë një nga faktorët kryesorë politik, është person i cili ka qenë politik. Normalisht po ta shikojmë tani, po bën që nga viti 2005 zoti Nano nuk është përzier shumë në çështjet politike, ka mbajtur qendrime të caktuara në momente të caktuara, por jo që ka qenë i angazhuar politikisht, është munduar që ndrojë mbi partitë politike. Normalisht Partia Socialiste me daljen e emrave do mbajë qendrimin zyrtar, qendrimin e saj politik, duke konsultuar me forumet e saj, dhe ky do jetë qendrimi personalisht dhe jemi vendim që do marrim pa diskutim Partia Socialiste. Por edhe zoti Nano, as unë nuk e kam të drejtë, po as në deputet Partia Socialiste nuk e heq dot të drejtën e kandidimit. Nëse ai mbledh firma, do të kandidoj, është normalisht mund të kandidoj. Pastaj për punën e votave do jetë vendimi politik. Por nuk është i rëndësishëm emri, i rëndësishëm është procesi. Procesi të nxjerrë një emër i cili ja vlen, qoftë dhe zoti Nano, ndërsa dhunimi të nxjerrë një emër i cili nesër do japin kosto edhe Shqipërisë. E pra mbyll këtë pikë, zoti Koçi, është edhe ideja shumë politikan, kam rënë edhe idenë e zgjedhjes presidentit përmes një votimi popullor. Do të ishit për apo kundër? Personalisht jam shumë dakord, edhe pse presidenti nuk ka shumë rol, po në atë që ka rolin më të rëndësishëm, drejtësinë, unë jam personalisht zgjedhur nga populli të japësh më shumë kompetenca në drejtësi, se sot drejtësia është gangrena e një prej gangrenave kryesore që nuk funksionon ky vend. Ne kemi parë si ka funksionuar sistemi i drejtësisë për shumë çështje. Flasim sidomos për qarkun e Fierit, sidomos gjykata e Fierit, e cila u kthye në vendime skandaloze. Pastaj, duke qenë që një president do ketë më shumë kompetenca për drejtësinë dhe zgjedhur nga populli, do jetë një figurë e cila normalisht më shumë autoritet, njëkohësisht dhe një figurë e cila ka mbështetjen e gjithë qytetarëve shqiptar, shumicës së saj për të marrë dhe vendime të cilët i shërbejnë drejtësisë por edhe vendit. I rikthejmë edhe një herë Partisë Socialiste, asaj që ndodh brenda gjirit forcës suaj politike. Ç'ndodh realisht aty? Çfarë bëhet? Përtej atij vlerësimit ka demokraci të brendshme në parti, lejohen mendime të ndryshe etj. Në fakt, është e konsoliduar forca juaj politike sot. Flasim për reorganizime, flasim dhe për mendime të ndryshe të cilat shpeshherë janë dukur sikur do të ndodhte një pjesë shkëputje nga gjiri forcës suaj për të krijuar forca të tjera, nuk e di se si. Pra, a është e konsoliduar Partia Socialiste për të qenë pretendente kryesore për të fituar zgjedhjet e 2013-s? Pa diskutim që është e konsoliduar dhe jashtë asaj që thatë ju, sepse që Partia Socialiste është një parti demokratike që funksionon me institucione, këtë e shikoni edhe ju vetë nëpër çdo ditë nëpërmjet medias apo dhe veprimtarive të tjera politike. Ne jemi një forcë të jetë e konsoliduar, një forcë e cila sot përveç se është opozita më e rëndësishme, ka dhe programin e saj për nxjerrjen e vendit nga kriza, për një lindje shqiptare. Normalisht ne kemi një kryesi e cila funksionon. Normalisht kemi 16 grupe pune të Asamblesë Kombëtare të cilët po drejtojnë për procesin e programit. Njëkohësisht të gjithë anëtarët e Asamblesë Kombëtare janë të shpërndarë në territor, të 210 anëtarët e Asamblesë Kombëtare, të cilët ndjekin marrëdhënien me partinë, problematikat që kanë qytetarët e ndryshëm. Kemi pjesën më të madhe të bashkive më të mëdha të vendit, të cilët normalisht dhe këto janë pjesë e strukturave të Partisë Socialiste, të cilët administrojnë dhe pjesën më të madhe të popullsisë. Të gjitha këto menaxhimi territorial, menaxhimi politik, klima brenda PS-s, fryma që ne gjejmë të qytetarët e thjeshtë për me gjithë problematikat e tyre që kanë, na jep atë besimin e plotë që jemi jo vetëm një forcë e konsoliduar, por të vinë dhe sa më shpejt në kryet e vendit për ta nxjerrë këtë vend nga kjo situatë katastrofike ku po shkon. Normalisht, duke qenë një parti demokratike, ka dhe
debate, ka dhe mendime të ndryshme, por kjo është kështu funksionon forcë politike, edhe me debate, edhe mendime të ndryshme, të gjithë janë të respektuar, edhe dikush që ka dhënë një mendim, respektohet, edhe nëse nuk merret vendimi i shumicës, pjesa e madhe gjithmonë e ka respektuar. Kush nuk e respekton, atëherë ka zgjedhur rrugën e vet, ka zgjedhur rrugën për të shkuar diku tjetër, normalisht secili. Ndërkohë, aleatët janë themra akili do thosha për një forcë politike për të ardhur në pushtet dhe fakti ka treguar që kalkulimet që janë bërë nga kahu tjetër, pra e djatha ka punuar më mirë dhe ka menaxhuar më mirë punën me aleatët. E prekën pak më parë për një lloj pakënaqësie për sa i përket sistemit zgjedhor nga aleatët, nga PSD-ja, PDS-ja, nga zoti Ndoka, pakënaqësi që janë shprehur edhe nga zoti Dule. Mendoni se do të jenë sërish brenda koalicionit majt, do të arrijnë që të zbuten këto pakënaqësi, po i quaj, po përdor këtë term, dhe të jenë sërish të rreshtuar në kampin e majt që nesër mund të jenë fituese të zgjedhjeve të 2013-s? Pa diskutim, unë besoj që të gjithë këta faktorët jenë në kampin e majt. Besoj që ata e ka kuptuar dhe kuptojnë shumë mirë që pengesë në kodin zgjedhor është mazhoranca, por dhe tjetra, të gjithë ne kemi një detyrë mjaft të rëndësishme, duhet të largojmë këtë pushtet despotik sa më përpara, për shkak për të mos vazhduar më shkatrimi i këtij vendi, vjedhja e pasurive publike apo edhe uzurpimi i institucioneve kushtetuese. Normalisht, edhe debatet që kanë qenë, besoj që janë debate që i shërbehin edhe sensibilizim më shumë për kërkesat e tyre. Normalisht ne do përpiqemi maksimalisht që kërkesat e tyre të jenë pjesë e reformës zgjedhore dhe unë besoj që të gjithë forcat, por dhe shumë më tepër do të angazhohen për të rrezuar këtë regjim. Nuk është më rëndësishëm qenia deputet ose prania e një force politike në parlament ndonjëherë se sa shkatrimi i këtij vendi. Gjithsesi, ne do kemi koalicionin anti-pushtet më të madhin ndonjëherë në zgjedhjet e vitit 2013. Përveç se këtyre partive të cilët normalisht ka qenë dhe parti parlamentare përpara dhe ka një peshë më shumë në publik, ka dhe shumë parti të tjera, të cilët do të jenë në koalicion me Partinë Socialiste për të rrëzuar këtë pushtet. Këto janë pastaj një pjesë e kësaj do të jetë pjesë e diskutimit në proces, në të ardhmen. Aleanca Kujqezi e zotit Spahiu dhe partia e deklaruar e zotit Topi, pavarësisht se janë deklaruar si parti të dala nga e djatha, në qendrime ndryshme të po them të drejtuesve të Partisë Socialiste, nuk po them të zotit Rama, nuk është përjashtuar mundësia për të pasur një koalicion edhe me to. Së pari, gjithë duhet jemi të qartë që qoftë partia që do të formojë presidenti i Republikës zotit Topi, qoftë partia Aleanca Kujqezi që drejtohet nga zoti Kreshnik Spahiu, janë pjesë të së djathtas, kanë dalë nga djatha. Nuk kanë asnjë lidhje me të majtën. Që tregojnë qartë, jo vetëm për çarën e djathtas, por duke u krijuar shumë frym kundra brenda së djathtas, tregon edhe për keqeverisjen e Partisë Demokratike dhe ata po reagojnë. Normalisht, zoti Topi, po të shikojmë, jo vetëm që është një përfaqësues tipik vetë i djathtë, por dhe përfaqësues brenda vetes i ka tipik të djathtë, normalisht përfaqëson një program të djathtë. Aleanca Kujqezi, që cili los më shumë me sensibilitetin kombëtar, besoj që ka kapur një çështje që normalisht në pamjet parë duket shumë thelbësore sepse gjithë jemi kombëtar, por nuk mund të ketë një parti politike që sensin e saj vetëm të luajë me sensibilitetin kombëtar. Dhe këto të dyja mendoj që përfaqësojnë më shumë të djathtën. Nuk kanë lidhje me të majtën, do të them çdo personi që zgjidhjen për problematikën e vetë për hallet e tyre kanë të votojnë të gjithë votat për Partinë Socialiste, për programin e Partisë Socialiste, sepse më rëndësishëm dhe sa rrëzimi i një personi nga pushteti nga Sali Berisha është se si do administrosh pushtetin nesër. Dhe administrimi i pushtetit nesër e gjen veten te programi i Partisë Socialiste. Dhe po ta shikojmë edhe në liderët politik, zoti Topi ka qenë bashkëpunëtor i Sali Berishës, zoti Kreshnik Spahiu që sot drejton Aleanca Kujqezi në vitin 1996 ka qenë sekretar i përgjithshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ishte sipas asaj strukture ishte posti më i lartë, dhe ku në zgjedhjet e majit 96 të dhënuar votarë qytetarëve shqiptar. Zoti Spahiu ka qenë i zgjedhur nga Sali Berisha në kryetari i KLD-s, jo nga ne opozita. Pra është një problem i tyre, për çarjet e tyre dhe njerëzit, qytetarët, fermerët, kushdo e ka shumë të qartë.
Për të zgjuar Sali Berishën, vota duhet shkojë te Partia Socialiste. Jo, pavarësisht kësaj, sepse pozicionet kur nuk janë taksative. Ne kemi edhe shembullin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila pavarësisht se përfaqëson një elektorat majt, ishte pjesë e koalicionit qeverisës me Partinë Demokratike gjatë këtij mandati që po mbetet pas. Pra, pavarësisht kësaj, nuk e di, unë kam parasysh një deklarim të zotit Majko, i cili nuk përjashtonte asnjë mundësi të koalicionit qoftë me partinë që pritet të zotit Topi, qoftë me Aleancën Kuqezi. Ne personalisht nuk kemi që kërkojmë koalicion të bëjmë qoftë me Aleancën Kuqezi, qoftë me partinë që do krijojë zoti Topi. Flisim për një kontratë me elektoratin gjithmonë me qytetarin. Patjetër, absolutisht. Nëse ata dëshirojnë të bëhen, kjo pastaj është tjetër gjë. Ne vetë nuk e kemi qëllim. Dyert janë të hapura. Ne nuk kemi vetë si qëllim që të bëjmë koalicion me këtë parti. Koalicioni jonë është me qytetarin dhe me zbatimin e programit për një lindje shqiptare. Gjithë të tjerat pastaj mund të jenë. Nuk ka lidhje një gjë ne me zotin Topi, as me zotin Spahiu. Nuk ka lidhje asnjë gjë. Ata thjesht janë pjesë të djathtës, janë përçar brenda tyre, është grupi i tyre, një pjesë nuk duan kryeministrin, një pjesë kanë ngel pa kënaqur, një pjesë nuk i pëlqen qeverisja, ka person me integritet normalisht, cilët janë larguar nga djaththa sepse nuk u pëlqen kjo qeverisja apo vendi shkë qeverisë etj. Me radhë. Ne jemi shumë të qartë, ne përkatësim të majtës shqiptare, kemi një program kombëtar për ta nxjerrë këtë vend nga kriza dhe rënimi. Dhe ne më rëndësishëm se sa aleancat ndonjëherë është edhe çfarë do bëjmë ne kur të vim në pushtet. Po LSI-ja që është forcë e majtë, ka një moment reflektimi nga forca juaj politike, pavarësisht se mund shpreheni i takon kësaj force që është në pushtet për të reaguar? Patjetër, sepse ajo sot është po qeverisë me Sali Berishën. Ç'është shkëputet nga qeverisja e Sali Berishës, sa pastaj ne do vendosim çfarë do bëjmë. Ne nuk mund të themi që ne do fitojmë. Çfarë si ka vjen apo nuk vjen LSI-ja me ne. Problemi është që LSI-ja ka drejtë të zgjedhën vetë, ne nuk mund të themi forcë qeverisë hajde se pa ty fitojmë dot. Se ne kemi fituar Palestinë dhe mos ishin vjetë zgjedhjet edhe 2009-s, edhe 2011-s, ne kemi fituar Palestinë, po thjesht gjithë qytetet më të mëdha, kemi fituar gjithë Begdetin e vendit e gjitha me, domethënë LSI-ja ka të drejtë të zgjedhin vetë çfarë dojnë. Nuk flas vetëm për një qendrim të zotit Rama në një media të huaj, madje ka qenë kohët e fundit, i cili ka deklaruar ne do të fitojmë të vetëm pa Lëvizjen Socialiste për Integrim. Jo më fal zoti Goçi për ta përfunduar këtë mendimin tim. Mos ndoshta sërish ka një lloj irritimi apo një lloj ngasje negative do të thosha ka shik kësaj force politike që në fundit ka dalë nga Partia Socialiste, është e majtë dhe i përket një elektorat. Absolutisht që të majtët, gjithë ata majtë me shpirt dhe me zemër, të gjithë ata që sot vojnë ke qeverisjen, ka parë të LSI një veprim atëre jo korrekt, një veprim që më shumë ka qenë i për interesat e asaj partie sa një interes kombëtar. Gjithsesi, ata nëse e quajnë veten të majt, do të ishin larguar nga qeveria e Sali Berishës, nga kjo qeverisja. Dhe takon atyre të vendosin, nuk na takon ne. Ne do ta fitojmë, dhe atë që ka thënë kryetari për socialistë është vërtet, ne do të fitojmë. LSI-ja, nëse do ta rrezojë sa më shpejt Sali Berishën, largon nga Sali Berisha që sot. Çfarë nga ne? Ata po qeverisin me të, kanë marrë pushtet me të, ka qenë pjesë e këtyre zullumeve deri tani. Po. Duke qenë se jeni deputet i qarkut të Fierit, si shikoni Partinë Socialiste në këtë qark? Po të mos fole pasaj vetëm në Fier, po flas në tërësinë në qark. Është e konsoliduar Partia Socialiste i ka bazat shëndosha për të fituar zgjedhjet e 2013-s? Partia Socialiste është edhe në fazën e riorganizimit. Po, në qarkun e Fierit është thjesht partia më organizuar në të gjithë vendin, është partia e cila normalisht është simbol i gjithë partive të tjera të qaqeve të tjera. Këtë tregon jo vetëm zgjedhjet e 2009-s, jo vetëm në votimin popullor, por edhe në mbrojtjen e votës. Të gjithë kujtojmë situatën në Gjimnazin e Ri. Është partia më organizuar dhe më konsoliduar në gjithë Shqipërinë për shkak sepse ne ishim ata që gjithë protestat masive që kemi bërë në Tiranë ishim faktorët kryesorë. Ne partia më organizuar dhe më konsoliduar jo vetëm me Partinë Demokratike në krahasohemi, po flasim edhe me konkurrencë brenda vetes me qarqet e tjera, për shkak sepse në zgjedhjet e 2011-s ne përsëri fituam qarkun e Fierit dhe jemi vetmi parti që krijuam një diferencë madhe për qarkun e Fierit, me gjithë ato historitë që sot që gjithë i dimë se çfarë është bërë nga pushteti për ta zaptuar edhe këtë qark, gjithsesi tek morën antarën e KLD-s ku pjesën për qarkun. Normalisht është një parti e cila ka hyrë ajo vetë proceseve të saj të zgjeruese. Normalisht ne kemi detyrë që brenda vitit 2012 të zgjerojmë antarësinë me 30%. Njëkohësisht kemi pranë vetes njerëz të ditur, njerëz të ndershëm, njerëz punëtor, gjithsesi çdo kush e ka derën të hapur për të dhënë kontributin e vet, dhe unë gjej rastin dhe mundësinë që të them
çdo qytetari të qarkut të Fierit, çdo fermeri, çdo personi të papunë, çdo person edhe pse është i punësuar por nuk e gjen veten te ky pushtet, të jetë pjesë e Partisë Socialiste, të japë kontributin e vet, sepse të gjithë kështu së bashku mund të rrëzojmë këtë pushtet dhe mund të pretendojmë nesër për diçka më të mirë. Gjithsesi duke qenë brenda qarkut të Fierit, unë trajtoja një problem është kombëtar, por i përket qarkut të Fierit sepse nafta ka të bëjë me qarkun e Fierit. Gjithë qytetarët e Fierit janë njohur sot me privatizimin e shoqërisë Alpetroli, i cili po vazhdon. Është një proces antikombëtar ku djersa puna, shpirti, gjaku, burg ka patur për naftën. Në 80 vjet po e vjet Sali Berisha. Siç privatizoi armën në mënyrë abuzive që sot është ka dështuar Çezin, sot po bën një veprim antikombëtar duke shitur shoqërinë Alpetrol, e cila pasi u keq administrua për 6 vjet me radhë nga ky pushtet, ku ka hequr nga puna mbi 2000 e ca punonjës, duke marrë 2000 e ca militant, duke caktuar një dëme kolosale, duke qenë që mbi 70% të dëmit ekonomik e bënte Alpetroli për vitin 2011, gjithë Shqipërinë që kishte kontroll lart të shtetit. Sot kemi përfshirë gjithë këto zullume, kemi dhe shitje të interesa kombëtare, janë shitur të drejtat ato para që qytetarë shqiptar do merrnin nga burimet, sot Sali Berisha do japi një privati. Shteti shqiptar ka kontrata me shumë kompani tuaja këtu në firmë, Bankës Petroleum, Sky Petroleum i cili është në proces, është Stream Oil, dhe shteti shqiptar kur ka dhënë këto kontrata duhet mirte rreth 50-60 milion dollar në vitin që shkonin për qytetarë shqiptar. Këtë sot Sali Berisha do japim privatit. Përveç kësaj, që sot të marrësh në Shqipëri një investitor i huaj për marrë të kërkoj dhe të nxjerrë naftë, duhet shkoj te Alpetroli privatizuar i Sali Berishës dhe jo me të shtetit shqiptar. Është një veprim kriminal, një veprim i cili normalisht të gjithë ato kontribut djers, edhe vetë familja ime, baba im ka punuar 40 vjet punë naftë dhe hoqën siç e heqin këta, unë vetë ka punuar disa vite në naftë, një fis i madh imi ka punuar në naftë, gjithë ky kontribut i gjithë qytetarëve Ferak, të gjithë qarkut të Fierit, të Beratit dhe të Vlorës sot përfundon te xhepat e Sali Berishës. Unë shpresoj shumë që Presidenti i Republikës jetë në lartësinë e detyrës për ta anulluar, mos ta dekretoj këtë ligj, të rikthehet përsëri në parlament. Ne po shikojmë gjithë elementet edhe në gjykatën kushtetuese nëse ka për ta kundërshtuar këtë, për shkak se është një ligj antikombëtar dhe në dëm të interesave. Por nuk e çfarë pret nga kjo qeveri kur shet detin për interesa politike, nuk e ka problem, shet naftën, shportë romanën e ka dhënë serbëve, sa këte është një person i cili normalisht është me antikombëtar dhe nuk e shërben me vendin të vet. Dhe i bëj thirrje gjithë ndërgjegjës qytetare që të largohen sa më përpara nga ky person i cili nuk e lidh asnjë gjë me popullin shqiptar. Një pyetje që vjen normalisht pas gjithë kësaj rrysmërie që u bët. Atëherë mendon se në 2013 ju pretendoni për ta vënë pushtet, sigurisht është më se normale një forcë që ka 2 mandate në opozit. Pra, pretendoni për ta vënë pushtet se qytetari është i lodhur nga qeverisja e Partisë Demokratike apo se do të votojë Partinë Socialiste dhe pra do të humbas Partia Demokratike apo do të fitojë Partia Socialiste? Po, domethënë unë e kuptoj pyetjen që të bësh më shumë dhe më të 2005 që fitoi Partia Demokratike së lot nga Partia Socialiste. Normalisht ose mos aktumi Partia Socialiste. Po, unë mendoj që kjo është e koordinuar në 2 momente, që jo vetëm që populli, qytetari, fermeri është i lodhur nga kjo qeverisja, i lodhur nga ky pushtet, i lodhur nga zullumet e kësaj qeverie, por e gjen veten edhe te programi i Partisë Socialiste. Po flas shumë për programin sot sepse normalisht një forcë politike e karakterizon përveç se njerëzve edhe programi i saj. Është armi i pretendimit të kësaj force politike. Po. Dhe programi jon përcakton qartë që ne do kemi një taksim të drejtë. Pse do votojnë njerëzit për ne? Taksimi i drejtë do të thotë që ata që fitojnë pak të paguajnë pak, ata që fitojnë shumë të paguajnë më shumë. Kryeministri pagon pak taksa se pagon në vitin 2005. Ndërsa një mësues i thjesht, një pastruese, një polic, një person pagon sot 7-8 herë taksa më shumë se pagon në vitin 2005. Çmimet janë rritur disa herë. Po, monopolet ekzistojnë. Biznesi përveç se asaj demokracisë qeverisë janë rritur taksat, sot gjendet me gjoba në çdo ditë me referenca. Pra sot gjithë klima është që njerëzit do votojnë Partisë Socialiste jo vetëm se janë lodhur në këtë qeveri, po e gjejnë veten te programi i Partisë Socialiste, e gjejnë çdo person i ndershëm, çdo person i cili do t'i thotë me ndal rrënimit, do të jetë pro zhvillimit, e do ta thotë çdo mësues, edhe pse ka paguar 5.000 euro për të zënë një vend pune,
por normalisht ai nuk ka personalitetin e vet. Mund ta thotë çdo infermiere e cila sot pagon 3.000 euro për gjetë një vend pune. Mund ta thotë çdo policist që pagon 2.000 euro për gjetë një vend pune. Ky është pushteti i sotëm. Ne do afrojmë mundësi të barabarta për të gjithë. Ne do afrojmë mundësi zhvillimi për të gjithë. Ne do dorojmë dinjitetin dhe personalitetin e çdo kujt. Ky është një dyshim i madh dhe njerëzit përveç se lodhes tash do gjejnë dhe shpresën të ne, e cila normalisht e gjen veten të zbatueshëm të programi jonë. Dhe një pyetje fundit, zoti Koçi, pavarësisht se ka një tjetër lloj specifike për zgjedhja e kandidaturave për deputet, ndryshe pra nga njësitë përfaqësuese, njësitë vendore, është menduar për kritere, do të ketë ndryshime apo për të qenë pak më shqimtar në përzgjedhjen e kandidaturave? Pra është folur brenda Partisë Socialiste për kandidaturat e mundshme për 2013? Si do të përzgjidhen? Besoj që është shpejt. Përgjithsisht përzgjedhja del me kritere sipas kontributeve, vlerave, angazhimeve. Do ketë një mbledhje asamblesë kombëtare që do përcaktojë gjithë procedurën, kriteret dhe pastaj kjo do të një proces i cili të vazhdojë. Aktualisht Partia Socialiste nuk i ka hyrë kësaj faze dhe unë nuk mund të them do ta zgjidh më shumë. Po. Atëherë me të tjetërve se ti falenderoj që ishit pjesë sot në Dritë me Qenë. Faleminderit zoti Koçi. Faleminderit edhe juve. Dhe me se sot është ditë e premte, ditën e diel janë Pashkët ortodokse, në uroj të gjithë ortodoksëve shqiptar, gëzoj Pashkët dhe një çdo qytetar shqiptar një ditë e diel sa më të bukur. Bashkojmë edhe unë me urimin tuaj. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur kësaj në fund të emisionit Dritë në Qenë këtë premte ku i ftuar ka qenë deputeti i Partisë Socialiste për qarkun e Fierit zoti Ervin Koçi. Ju falenderoj që keni qenë me ne. Do të takojmë sërish premten e ardhshme deri atëherë, natë mirë dhe mirupafshim.